Atë kaosin dhe katastrofën e pritjeve dhe lodhjet e raskapitjet e mërgjimtarëve në rrugën e tyre drejt vendlindjes, por edhe gjatë kthimit nga vendlindje në vendet ku punojnë e jetojnë e kemi parë dhe po e shohemi çdo vit. Ndërkohë që valja më e madhe e kthimeve nga vendlindja për në Gjermani e kanë fjalën akoma nuk ka ndodhur. Prandaj duhet të dini që personat që kalojnë nëpër Serbi dhe nëpër Kroaci duhet të respektojnë disa rregulla. Janë ca gjëra miq të dashur që ne me siguri nuk mund t'i ndryshojmë, por disa gjëra duhet t'i dim edhe vetë. Si për shembull, ata që kalojnë nëpër Serbi duhet të kenë kujdes me dokumentacionin dhe me postimet e tyre edhe në rrjetet sociale, në veçanti nëse kanë pasur ndonjë lidhje me ushtrinë qëllimtare të Kosovës, sepse mund të ketë kontrolle të tilla. Por ka dhe rregulla që duhet të dihen edhe kur futeni në Kroaci, sepse aty është kufiri i parë i Bashkimit Evropian. Çfarë duhet të dini kur udhëtoni me makinë nëpër territorin e Kroacisë? Prej marsit të vitit 2026 kanë hyrë në fuqi rregulla të reja doganore për personat që udhëtojnë nëpër këtë vend. Kush hyn në Kroaci nga një shtet jashtë Bashkimit Evropian, siç është për shembull Shqipëria, Kosova, Malizi e tjerë, dhe merr me vete para kesh, duhet patjetër t'i deklaroj nëse vlera e parave dhe gjërave që ka me vete kalojnë shumën prej 10.000 euro. Ky është një rregull i vjetër. Por, kujdes, nga 26 marsi 2026, Kroacia ka vendosur edhe rregulla dhe formular të rinj për kontrollin e parave të gatshme. E duhet të keni kujdes edhe me gjërat me vlerë të lartë. Deklarimi i parave bëhet përmes një formulari zyrtar, i cili mund të plotësohet edhe dërgohet paraprakisht në mënyrë elektronike ose të dorëzohet i printuar në pikën kufitare doganore. Udhëtarët natyrisht mund të plotësojnë formularin edhe në vendkalimin kufitar, por duhet të llogaritni natyrisht edhe me kohën dhe pritjet. E formularin e keni në disa gjuhë. Por kujdes. Përveç kartmonedhave, në kategorinë e parave përfshihen edhe disa lloje të çekëve. Pastaj monedhat prej ari, shufrat e arit dhe gjërat e tjera të vlefshme. Prandaj, keni kujdes pra kur udhëtoni se çfarë keni me vete, sepse jo vetëm që mund të keni vonesa dhe kontrolle të panevojshme, por mund të ketë edhe veprime tjera të pakëndshme. Prandaj, para se të udhëtoni dhe të kaloni nëpër territorin e Kroacisë, duhet të informoheni mirë se çfarë mund t'ju kërkohet dhe çfarë gjëra mund të keni me vete, sepse pasojat mund të jenë të këqija. Për shembull, personat që mbajnë me vete jo vetëm para në dorë, por edhe ar ose karta të caktuara prepaid, duhet ta dinë se vlera prej 10.000 eurosh që mund të kenë me vete nuk ka të bëjë vetëm me kartmonedhat, por edhe me gjëra të tjera. Pra nuk ka të bëjë vetëm me parat kesh. Nuk e di a e keni pasur edhe ju ndonjë rast, por në qershor ka ndodhur për shembull që një person është gjobitur me 4.800 euro nga dogana kroate, pasi që nuk ishte deklaruar se me vete kishte më shumë para se sa që ishte e lejuar. Prandaj, edhe njëherë, kujdes, sepse mund të keni probleme të panevojshme dhe po ashtu kujdes natyrisht me vozitit, sepse rruga është e gjatë dhe ka shumë sfida. Sidoqoftë, unë ju uroj rrugë të mbarë kudo që jeni dhe kudo që shkoni dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video sepse kështu ju vijnë informacionet me kohë. Faleminderit dhe mirupafshim.